Mësoni çfarë ndodh me lëkurën tuaj nëse pini ujë të ngrohtë çdo ditë. Të jesh i hidratuar është thelbësore për shëndetin, por shumica e njerëzve nuk e dinë se pirja e ujit të vakët mund të ofrojë disa përfitime ekskluzive në trup dhe në lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, pirja e ujit të ngrohtë mund të ndikojë në lëkurën tuaj. Uji i ngrohtë mund të ndihmojë në detoksifikimin e trupit, për shkak se pirja e ujit të ngrohtë bën që temperatura e trupit të rritet dhe kjo ju bën të djersiteni. Ai do të parandalojë plagjen e parakohshme. Vetë se ju hap aknet, toksinat mund të bëjnë që lëkura juaj të plaket më shpejt. Pirja e ujit të ngrohtë ndihmon në riparimin e qelizave të lëkurës. Ndalon kruajtjet e kokës. Uji i ngrohtë mund të jetë një produkt shumë i mirë për të hidratuar trupin dhe për të evituar zbokthin dhe kruajtjet e kokës. Ai ndihmon në ndriçimin e lëkurës. Ju mund të përfitoni sa më shumë duke përdorur edhe produktet e kujdesit të fytyrës. Ai hidraton lëkurën dhe mban larg edhe nga infeksionet dhe inflamacionet e saj.